Edhe pak shtynë. Edhe pak. Jo, dhe shmoj. Hajde të pak. Në sot me na e hape derën e jetës sa mshuar, në sajet të fitores së një të lindurit birit tënë mbi vdekjen, dhe i po të lutemi që ne të cilët po e kremtojmë ngjalljen e Krishtit, të përtrirë në shpirtin shenjt, të ngjallemi në dritën e jetës së pasosur. Në për Krishtin, Zotin tonë. Ulemi dhe dëgjojmë fjalën e Zotit.
Ju që jeni në fund, muni me ardhë, ende e jeni për para në mes, se ka njerës për jashta që të mundët me e jeni djeri ka mesi. Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Pjetri mori fjalën e tha: Tani me të vërtet po e marrë vesh se hyi nuk i mban kujt krah. Ju e dini çka ka ndodhur në mbar Judin, duke filluar nga Galileja e pas. Pas pagëzimit që predikoi Gjoni se si hyi Jezusin për Nazaretit e shëguroi me shpirtin shenjtë, me pushtet. Atë që e përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë nën pushtet të djallit, sepse hyi ishte me të. Ne jemi dëshmitar për të gjitha që bëjnë në mbar krahin e Judes e në Jeruzalem. E vran duke varur në shtyllë. Hyi e ngjallit e tretën ditë dhe bëri që të dëftohet i gjallë. Jo mbar popullit me përgjithësi, por dëshmitarëve prej hyjit të paracaktuar. Neve që bashkë me të kemi ngrënë e kemi pirë pasi u ngjall prej të vdekurish. Ai edhe na urdhëroi t'i predikojmë popullit e t'i japim dëshmi se Jezusi është prej hyjit i caktuar gjykatës i të gjallëve e i të vdekurve. Për të bëjnë dëshmi të gjithë profetët. Në fuqitë e emrit të tij i jepet falja mëkateve secilit që beson në të. Fjala e Zotit. Alleluia, alleluia, alleluia. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse amshuar është dashuria e tij. Le të thot ashti Izraeli, e amshuar është dashuria e tij. Djallata e Zotit u madhërua, e djallata e Zotit më lartësoi. S'dua të vdes të jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit. Që e qitën jash përdorimit ndërtuesit, erdi e u me kuri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për ty ta. Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër,
Nëse unë gjallë bashkë me Krishtin, kërkoni çka është lartë, ku gjendet Krishti ndenjur në fron në të djathtën e hyjit. Dëshironi gjërat që janë lartë, e jo këto për mbi tokë, sepse vdeqët dhe jeta juaj është fshehur me Krishtin në hyjen. E kur të duket Krishti, jeta juaj, atëherë edhe ju bashkë me të, do të shfaqeni plot lavdi. Fjala e Zotit. Flijes ngjallur bashkëve tona, ti këndojt kështerit goja goja, qenë gjidelet i liroj, mkataret Krishti i shëlboj, me atin duke i pajtuar. Jeta e vdekja në dy luftim, u përleshen mrekull shqim, prisi jetës vdekura, por unë gjallë sundon panda. Na e tregoti o Mari, çka ke par me ata sy? Kam par varrin e Krishtit ngjallë, dhe lavdinë e atij që u ngjall. I pash engjuj dëshmitar, rizën petkat dhëna pal, unë gjallë Krishti e imja shpres, para u del rreth Galiles. Unë gjallë Krishti për një mend, mbret, fitues, mëshirë për gjithkend. Amen, aleluja. Krishti qenë gjyni pashve është flijuar, prandaj le të kremtojmë në Zotin. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shëjt sipas Jonit. Ditën e parë të javës në mëngjes, ende pa dalë drita, erdhi Maria Magdalen te varri dhe pa se guri ishte hequr prej varrit. Atëherë erdhi me vrap të Simon Pietri dhe te ka nxënësi tjetër, të cilën Jezusi e donte dhe u tha: e kanë marrë zotrin prej varrit e nuk dim ku e kanë dhënë. Atëherë dolën Pietri dhe ai nxënësi tjetër dhe u nisën drejt varrit. Vraponin të dy bashkë, por ai nxënësi tjetër ja kaloi Pietrit dhe arriti i pari te varri. Ai u përkul dhe pa pëlhurat e vënë aty, por nuk hyri. Ndërkaq mbërriti edhe Simon Pietri, që po vinte mbas tij dhe hyri në varr.
I pa pëlhurat e vënat dhe rizën që pati qenë në krye të Jezusit. Kjo nuk ishte me pëlhura, por veçmas e palosur në një vend. Atëherë hyri dhe ai nxënësi tjetër që mbërriti I pari të varri, pa e besoi. Në të vërtet, ende nuk e kishin kuptuar shkrimin shejt, se duhej që ai të ngjallej prej së vdekuri. Fjala e Zotit. Të dashur vëllezër dhe motra, qoftë të lëvdue Jezu Krishti. Edhe pse ndoshta për dikan nuk është komod, pra I sistemum në mënyrë që të përcjell meshën me vëmendje, por vërtet mundohemi që pasi e dëgjojmë fjalën e Zotit, t'i lejojmë vetit edhe nga ana e meditimit, ta ushqejmë mendjen dhe shpirtin tonë. Në ditën e pashve, zakonisht, mundohem të përqendrohem tek ndjekësorja të cilën e lexojmë, sepse për mendimin tem është një sintezë, një përmbledhje atë që bukur e kësaj të kremte për cilën jemi bashkue për ta festuar. Ndjekësorja e fillon në këtë mënyrë vargun apo rreshtin e vet parë. Flijes në gjallur të pashve tona, ti këndoj të kështenit goja. Flitet për flijime, jo ajo flija ushqimi që ne e kemi edhe për zemër, jo që ndoshta fort I shishëm, por e kemi për zemër se e dim se bëhet me shumë sakrificë, e dim se bëhet me shumë dashni, e fjala fli e ka domethënien e flijimit, e sakrificës, e kushtimit, e dhurimit. Prandaj, kjo pjesë e traditës krishtere thot flijes në gjallur të bashkëve tona, pra e ka fjalën për Krishtin. Ai I cili u flijua, ai I cili u kushtua, ai I cili e dhuroi jetën e vet për shëlbimin ton, për shëjtrimin e secilit prej nesh. Prandaj thot, kësaj flisë në gjallur, kësaj sakrifice, kësaj viktime që ra për shëlbimin e botës, këto janë pashk tona. E fjala pashk, do me thonë kalim. Kalim nga vdekja në jetë, nga errësira në dritë, sikur se e kemi festue edhe mbram vigjiljen e pashkve, me ndezjen e zjarrit, sikur për dëshiruar me largu errësiren dhe me largu çdo gjatë keqe që mundet me rëndu dhe errësue shpirtin, mendjen dhe jetën tonë. Dhe me njëherë në vargun e dytë thot, pasi kjo fli e ngjallur e pashkve tona është bën realitet, atëherë ne krishterë jemi të kthirën me këndue, ne jemi të kthirën me qenë gëzushëm, ne jemi të kthirën në stajet falënderimit, ndaj Zotit ta shprehim gëzimin dhe dashnin tonë. Prandaj dashur vëllezër e motra, krishterët janë ata që besojnë në Krishtin, jo si një profet, jo si një njeri I madh, jo si një person thojnë I veçantë, por me besue në Krishtin si njeriun dhe Zotin e vërtet, me besue në Krishtin si Mesia I shuguruari, I dërguari I Zotit, ai që me jetën e tij e shëjtroi dhe shëlboi jetën tonë. Këta janë të krishterë, ata që besojnë Krishtin. E prania jonë në meshën shajtën këtë ditë madhe dhe në ditët që jemi përgadit pra në kohën e kreshmeve,
e ka dëshmu e besimin ton, dashnin për Krishtin, por e ka dëshmu edhe nevojën ton për Zotin dhe fjalën e tij të gjallë dhe të vërtetë. Pastaj thot, qenxhi delet i liroj. Mkataret Krishti i shëlboj me atin duke i pajtuar. Kemi imazhin e qenxhit. Krishti identifikohet me bariun e mirë. Krishti identifikohet me qenxhin e papajshëm, ai i cili sakrifikohet në mënyrë që tjerë të bojnë festë. Edhe në traditën tonë shqiptare, nëse ju kujtohet mirë, sidomos në Kosovë, natën e festës, kur kemi prit meq e dashamirë, çka ka bëj Zoti i shtëpisë? E ka prej qenxhin, e ka përgadit për darkën, e ka përgadit festën. Qenxhi i papajshëm është kushtue në mënyrë që ne të kremtojmë festën, e mënyrë simbolike, por edhe në mënyrë reale, Krishti dhurohet, sakrifikohet, që ne festojmë, që ne të gëzohemi. Prandaj, edhe në meshën shenjtë e meshtari, sa herë kremton meshën, duke e lartësuar hostjen e shenjtë, thotë, ja Krishti qenxhi i hyjit, ja ai që i shlyn mëkatet e botës. Krishti thot, unë jam bariu i mirë, i njoh delet e mia dhe ato me njohin mua. Unë thot i njoh për emër, e njoh historinë e tyre, e njoh jetën e tyre. Unë jam në gjendje me dhurue jetën time në mënyrë që grigja mos kërcnohet prej ujqve grabitçar. E Krishti këtë gjanë, jo vetëm që e tha me fjalë, por Krishti në javën e madhe këtë e dëshmoi me jetën e tij. U dështua si një bari i vërtet, e dha jetën e vetë, në heshtje, në përvujtni, me një dashni të madhe, ndaj Zotit dhe ndaj njeriut për shëlbimin tonë. Andaj dashtun vllazën e motra, edhe ne, në frymën e krishterë, në besimin që kemi, jemi të thirrën me qenë vërtet krenar e falenderus që i takojmë grigjës Krishtit, që i takojmë krishtërimit, që i takojmë kësaj fjale gjallë, që i takojmë një realiteti hyjnor, i cili vjen në realitetin tonë njerëzor. E kjo është një krenari e veçantë për popullin tonë, sepse me të vërtet jemi ndër të parë në botë që e pranum lajmin e gëzueshëm, jemi ndër të parë prej atyne të cilët ungjillin dhe formulën e pagëzimit e bam kulturë dhe qytetrim për jetën dhe për të ardhmen tonë. Dhe ma vonë vazhdon thot, mkataret Krishti i shëlboi me atin duke i pajtuar. Cili është qëllimi i vdekjes dhe i ngjalljes Krishtit? Cili është qëllimi i kësaj kremte? Pajtimi i njeriut me Zotin. Sepse mkati e ndan njeriun, e përçan njeriun. Çfarë do lloj mkatit kemi në jetën tonë? Mkati nuk mundet me sjell mirë, sepse është një farë e keqe. E prej farës keqe del vetëm keq. Vin vetëm këqia, vin vetëm gjana të cilat nuk e gëzojnë dhe nuk e lumturojnë jetën tonë. Prandaj, pikrisht atë, çfarë kishte bën mkati, pra e kishte përçaj, kishte nda njeriun, vdekja dhe ngjallja e Krishtit e pajton njeriun. Pra e bashkon njeriun në marrëdhënie me Zotin, me njëri tjetrin, por edhe në marrëdhënie me veten. Jeta e vdekja në dy luftim. Gjithë ne e kemi këtë përvojë. E mira dhe e keq janë dy luftim. Dëshirat që janë të orientuar drejt Zotit, por edhe dëshirat që janë të orientuar drejt keqes. Pra vazhdimisht ndeshmi me këtë realitet. E Krishti
na ka dhënë shembull se është e mundshme me fitu e mira. Krishti na ka dhënë shembull se është e mundshme me orientu e jetën tonë drejt vërtetës, por jo pa kryq, jo pa vujtje, jo pa sakrificë, jo pa fli. E sot shumë njerëz mendojnë me pas një jetë mirë pa vështërsi. Jetë mirë pa vështërsi nuk ka. Pasuri shpirtnore, mendore, materiale, pa vujtje nuk ka. Një familje e mirë që dëshiron me u ndërtue, pa vujtje nuk mund të ndërtohet. Prandaj dashur vllazën e motra, Krishti na thot: mos keni frikë me vujt, mos keni frikë me pranu kryqin, mos keni frikë me qëndrue, mos keni frikë me ndjek rrugën e kryqit, sepse ai që qëndron deri në fund, ai do të shëlbohet. Prisi jetës, vdekja ra, por unë gjallë thot, sundon panda. Se thot prisi i jetës. Ju kujtohet natën e djegshme, lidhje me leximet që kemi lexue para se të këndohet lavdia, sepse ne ja kemi kujtue vetit se Krishti është Zoti i vërtet dhe njeri i vërtet. Krishti është që nuk ka fillim e nuk ka mbarim. Ai e krijoi njeriu, ai e krijoi botën, ai e krijoi gjithësinë. Prandaj o princi i jetës. E ky e pranoi përvujtnin. Ky e pranoi nënçmimin, përbuzjen, e pranoi vdekjen në mënyrë që përmes vdekjes të vi shëlbimi i secilit prej nesh. Na tregon thot jo Mari, çka ke pa me ata sy. Shifne, sa e jashtëzakonshme është feja jonë. Nuk besojmë në diçka që u shkrue 700 vite ma vonë. Nuk besojmë diçka që e kanë trilluar njerëzit. Nuk besojmë diçka që është jashtë realitetit tonë. Besojmë në Krishtin që ka ardhur në realitetin e botës, që ka ngjizë në krarorin e Virgjës Mari, që Maria e ka lindë në mënyrë të mrekullueshme, e ka rrit, e ka eduku. Besojmë në Krishtin që Maria, nxënësat e tij dhe gjithë njerëzit e kohës tij e kanë dëgju, e kanë pa, e kanë prek në dorë vet, kanë bë përvojë me jetën e tij dhe kanë përfitue prej mrekullive të tija. Kjo është feja jonë, kjo është besimi jonë, kjo është pra Krishti, njeri i vërtet që e pranon kryqin dhe vdekjen. Kjo është Krishti, hyj i vërtet, i cili ngjallet. Si nuk qenë ka Krishti Zot, kur gjitha mrekullitë e tija e dëshmon hyjnin e tij. Nëse Krishti ka ngjallë të vdekën, nëse Krishti i ka shëru njerëzit, nëse Krishti i ka falë mëkatet, nëse Krishti u ngjall mas 3 vjet se ka vdekë, si nuk qenë ka hyj i vërtet e njeri i vërtet, ne besojmë në Krishtin shëlbues dhe ne besojmë në premtimin e fjalës tij. Prandaj Maria na tregon Krishtin, na tregon dashninë e tij, mirësinë, faljen, butësinë. Maria është dëshmitarja e parë me Maria tjera të Jerusalemit që shkojnë te varri, por nuk e takojnë Krishtin e vdekur, por e takojnë Krishtin e gjallë që nxënësave të vet ju del në rrethin e Galilejës. Kam parë varrin e Krishtit gjallë dhe lavdin e atij që u ngjall. Pra gjitha shenjat hyjnore, mbi natyrore dhe njerëzore që dëshmojnë ngjalljen e Krishtit. I pash engjëj dëshmitar, rizën petka të dhëna fal, unë gjallë Krishti e imja shpresë, para u del njerëzve në rrethin e Galilejës. Galileja për Krishtin o vendi i takimit me njerëzit, vendi i takimit me apostoj, me mkatnor, me njerëzit nevoj, me njerëzit me smundje, me probleme. Galileja është vendi i njerëzve, është metropoli ku lëviz çdo gjë, e aty Krishti i takon njerëzit, aty Krishti i thret, aty Krishti e shpall mbretërinë e Zotit. Kthehuni se mbretëria hyje është gjatë. Unë gjallë Krishti për një mend,
mbret fitues, mëshirë për gjithëkan. Mëshira është sinonim I dashurisë. Nuk mundesh me qenë I mëshirshëm nëse nuk ke dashni për tjetrin. Nuk mundesh me fal nëse nuk e don. Nuk mundesh me u pajtue nëse nuk beson Zotin dhe nuk beson vlerat që janë vendosur në shpirtin tanë. Prandaj Krishti është mëshirë për secilin njeri. Për mu, për ty, për jetën tonë, për botën mbarë, pranoje mëshirën E Krishtit, pranoje dashnin E Tij, pranoje mrekullinë e cila vjen prej kësaj ditës të madhe. E lusim ndërmjetësinë e Virgjës Marisë Zojës bekuar, në mënyrë që edhe ne në shembullin e saj të bëhemi kumtues të ngjalljes Krishtit, të bëhemi dëshmitar e gëzimi I pashve, mos gjatë vetëm sot e nesër, por ky gëzim të jetë vazhdimisht I pranishëm dhe me këtë gëzim ta jetojmë dhe dëshmojmë jetën tonë, qoftë të lëvdue Jezu Krishti. Tani ju ftoj të qohemi në këmbë dhe të dëshmojmë besimin tonë Zotin Trini, që Krishti na dëfton me jetën dhe lavdinë E Tij. Besoj në një hyj të vetëm. Për të qëtikuar të qatë të dekurit dhe mbretëria E Tij nuk do të ketë. Besoj në shpirtin shenjtë, që është Zot dhe jetës, që rrjedh prej atit e prej tjerit, dhe së bashku në atin e tjerit, adhurohet dhe lavdërohet, që foli në anë të profetëve, edhe në një kishtë të shenjtë, katolike, apostolike, dhe shmajnë vaksin të vetëm, për faljen e mëkateve, për qatë të dekurve, dhe jetën e pasosur. Amen. Vëllezër dhe motra, duke e kremtuar në këtë ditë hiri fitoren e Krishtit mbi vdekjen, bashkojmë zëra tanë për të thirrur nga Ati qiellor pasurinë e dhuratave të pashve. Të lutemi së bashku duke thënë: dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për papën dhe barin të kishës që të drejtojnë gjithmonë popullin e të pakzuarve me dashuri e dituri, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për të gjithë ata që angazhohen për të ndërtuar një botë më të mirë, që t'i përngjajnë Krishtit që ka dhënë jetën e Tij për të gjithë, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për të krishterët që të mos harrojnë kurrë që besimi I tyre jetohet në çdo situatë, të lutemi. Dass die Kirche aus Spaltung zur Einheit, aus Ängstlichkeit zur Menschenfreundlichkeit finden und so die österliche Botschaft glaubwürdig verkünden. Të lutemi. Dass die österliche Freude Menschen aller Geschlechter, Generationen, Milieus und Völker in unserer Kirche vereint und zur Mitgestaltung einer menschenfreundlichen Gesellschaft motiviert zu Christus, dem Auferstandenen, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Të mundohemi për një qast
Ti kujtojmë ato situatat vështira, luftrat, konfliktet e ndryshme në botë, problemet e shumta që ndodhin jetën dhe në familje tona, krizat, ndarjet dhe përçarjet, mërzit e mëdhaja që ndoshta ekzistojnë për arsye të humbjes të mëdashurve, për ato situata që ndoshta jetojnë të shprehnë, të zhgënjem, në probleme dhe mendore, në varfëni, ti lutmi Krishtit gjallë, i cili vërtet dëshiron gjithve të na dhurojë fenë, shpresën dhe dashurinë në për Krishtin Zotin tonë. Mund të uleni, tani është momenti ku e tregojmë edhe bujarin tonë, lëmosha e cila mbledhet ju kushtohet edhe sot kishës tonë në Kosovë. Lutuni o vllazën e motra që flia ime dhe juaja të dalë pëlqyeshme para hyjet Atit të gjithë pushtetshëm. Të përshkuar plotësisht me gëzimin e paqeve, po ta kushtojmë o Zot flinë me të cilën kisha jote mrekullisht rilim dhe ushqe në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. Ti lartësojmë zemra. Të falenderojmë Zotin hyn tonë. Hër një mend është punë e dajnë dhe drejt, është detyre jona dhe burim shëlbimi. Të falenderojmë ty o Zot në çdo kohë, por sidomos të madhurojmë me are në këtë ditë kur u flijua Krishti Pashka jonë. Dhe një mend, ky është qengji i vërtet që i shleu mëkatet e botës, duke vdekur e shkatërroi vdekjen tonë, duke u ngjallur na përtriju jetën. Prandaj, njerëzimin e mbar botën, me garen e plot të pashëve, por edhe fuqitë e përme dhe pushtetet engjëllore, e këndojnë himnin e lavdit, duke thënë pa pushim.
qofshta gjithë mundën me ranxojnë, për vërtet sa ma shumë heshtje e na vëren bat shuburimi i hostjes korpi Krishtit që dhorohet për ne. Prandaj, kush mundet me ranxoj, bjenxoj, ju që i keni kapuqat në këtë kohë, do të me e kapuqin në këtë moment, sepse çdo gjë orientohet drejt Krishtit në Eukaristi. Me të vërtet, je shajt o Zot dhe burim i çdo shejtërie. Ty pra po të lutemi, shejtëroj këto dhurata me hirin e shpirtit tanë, që të bëm për ne korp dhe gjaku i Zotit ton Jezu Krishti. Ai, kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoj e theu, u avanzansave të vedë dhe tha. Merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi që do të flijohet për ju. Ashtu pasi u krye darka, mori edhe kelkon, përsëri të falenderoj, u avanzansave të vedë dhe tha. Merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë, kumtojmë vdekjen tënde o Zot, shpallim gjalljen tënde dhe presim ardhjen tënde në lumturi. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen dhe ngjalljen e birit tënd, po të kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shëlbimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje e të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti shajt të na bashkojnë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin dhe gjakun e Krishtit. Le të bjerë në mend o Zot për kishën tënde të shpërndarën në të katër anët e botës, për sosën e dashuri, bashkë me papën ton Franceskon, i peshvin Felixin, i peshvin ton Dodën dhe me gjithë klerin ta. Për një moment heshtje, i kujtojmë dhe i lutemi Zotit për të vdekur i ta. Le të bjerë në mend edhe për vëllezërit tanë e motrat tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën e mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marinë Virgjër Hylince, me Shën Jozefin fatën e saj, me shajtrit apostoj, e me të gjithë shajtrit që gjithëherë të pëlqyen, që të madhurojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tanë. Në për Krishtin, e me Krishtin dhe në Krishtin. Ty hyj gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të qohë çdo ndërim e lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Një mendje dhe një zemre i drejtohemi Atit ton qiellor. Ati ynë, që je në qiell, u shekrohet emri, ardhënia jote, u ballën me sa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën e tonë në përvishme, na i sot, na i fare tona, si farim ne kajtore e mos na jep të vjetë të vdekë, por na liro nga i keqja. Na liro po të lutemi o Zot për të gjitha të këqijave,
dhe për mirësinë tënde na jep paqen ditët tona, e në saje të mëshirës sate, do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shëlbuesit ton, Jezu Krishti. O Zot Jezu Krisht, Ti u ke thënë apostujve të tu, po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Mos i shikon mëkatet tona, por fenë e kishës sate, jepja saj, sipas vullnetit tënd, paqe dhe bashkim, Ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë përherë me ju. Shaj pace dhe urimi i japim dorën njani tjetrit. Ja, Krishti qenëgji hyjet, jaj që shlyen me katët e botës, lumë ata që janë të grishur në gostin e qenëgjit. O Zot, në jam lejt, që të marrë pjesë në prezën tënde, por thujë në fjallë dhe të me, dhe shtirë të shtirë. Tani do të ndahet kungimi shej, do të jemi në 7 vende me sa kuptova. Atëherë ju kishmi lutën vërtet heshtje e në adhurim, gjithë ata që janë të pagzuar, ata që janë përgatitën, afroheni dhe merrni kungimin e shej. Të liroje zemrat tona, tash mos qani njerëz më, ju ngrit kavarit i jetat përsëri. Aleluja.
Tani rruzulimi knon, gjalljen bretit to qellon është kënga jon. Aleluja. Zoti si agimi, plot me bezullim djelor, triumfues nga tërësit, nga vari erësir fitoj ai. Aleluja. Zotim ti çpërbetri, të liroje zemra tona, tash mos qani njerëz më, ju ngrit nga vari ti jeton përsëri. Aleluja. Aleluja.
pakungimi shkoj gjatë, është normale, sepse mu shqynimi vetë për 10 minutë. Atëherë ju kish minutën edhe pak minuta vërtet në qetësi, në mënyrë që deri në fund qëndrojmë sikur se duhet qëndrojmë me shënshën. Festa e pashëve edhe festa e Krishtlindjes na ban me I taku shumë figura të reja që vërtet I shohim shumë rrallë. Atëherë është kënaqësi vërtet me pa një numër kaq të madh neshën shajte, por pse jo edhe dielleve tjera kur të mundeni, kisha dhe mefsha, vërtet secilit prej nesh I ban mirë. Nështë kam të regu në herë, ka qeni prift anglez në Shkodër të shërby, edhe kur ka shku me I beku familjet malsorve duka gjini të ranë në Shkodër, kur ka hynë shpi nuk I ka njoftën njerëzit e famulliz vetë, edhe I ka thonë, kush jeni jo, thot na jemi njerëzit e shpizët njësis për na nje. Thot s'pedi kush jeni, po thot a vinin kish, thot na herë, ja, thot zotnina, jena malsor, aldin me ishtë, po thot orata, thoni oratë, thot thojmë për gjdo mëngjes, për gjdo ditë, sa here marrë mi gotën e rakis, thojmë kjo për du Krisht. Ajo thonë orata e dhash zoti që ne në i orata dhe ma tepër se sa në raki, na ban mirë. Atëherit më lejoni që edhe në emën të motrave, në emën të bashkëpunëtorve, gjithve sa jeni t'jurojmë festën e pashëve. Gëzimi dhe bekimi I kësaj vite, I kësaj feste, që ndrovët vërtet në zemrat dhe në familjet e ju. Mundohuni me jetu prej kësaj frymet shajt, prej kësaj bukurijet, kremtimit, kishës, festë që kemi, sepse për këtë kemi nevoj ma tepër se për çdo gjatë tjetër. Mesha e parë në Goldau është kremtue për shpirtin e Vera Shkureti. Kjo mesh si pas njetit për shëndet dhe bekim gjitha familjet e famullis tonë, dhe mesha e tretë që do të kemi pas pak në shtancë për shpirtin e Nikol Zymë. Të hanën për shpirtin e Kate Nikaj e ka dhanë Luljeta Gojan, të martën për shpirtin e Gjon Mema e ka dhanë familja, të mërkurën për shpirtin e Gjergj Ukaj, të ajtën për shëndet dhe bekim në familjen e Nikole Zhdedaj, të premtën për shpirtin e Mhel dhe Dile Demaj e ka dhanë Leonard Demaj, dhe të shtunën për shëndet dhe bekim në familjen e Leonard Demaj. Të hanën, pra nesër, është po ashtu fest, dhe ne meshëm do ta kemi në Lucern në orën 11 të qendra jonë, ndërsa po ashtu nesër në mbrëmje, në orën 9 mbrëmje prej qendrës misionit tonë, do të shtektojmë me grupin që është I parapam për në Itali, të San Giovanni Rotondo, Padre Pio, në Genazzano të Zoja Këshillit Mirë, në Vatikan, në Romë dhe në Assisi. Pra deri të premten do të qëndrojmë këto vende dhe sigurisht se lutja jonë vërtet do të jetë edhe për gjitha familjet e sidomos për ato familje që ma tepër ka nevojë për lutje dhe bekimin e Zotit. Të martën është e martja që ju kushtohet shajtit shnanuar dhe ne kemi vetëm një mesh mbrëmje, pra këtë martë vetëm një mesh. Kam gjetë një meshtar që vjen në Zavenson,
pra në orën 7:30 në mbrëmje, me isha të martën e shajtit shënënur. Ju njoftoj sidomos të rritë dhe të rejat që kanë me u martue gjatë kësaj vere apo gjatë këtij viti, që me 10 maj në mbrëmje, në orën 20, në 8 mbrëmje, fillojnë përgatitjet për kunor. Atëherë do të m'ja thonë këtë gjanë. Ne nuk guxojnë në Zvitër me i plotësu dokumentat nëse nuk u bën përgatitja për kunor. Në Kosovë, a e bajnë nëse bajnë, nuk mundemi ne me vendosë për atje. Por këto në Zvicër, dioqezat gjitha urdhnojnë, kërkojnë që 3 takime janë të domosdoshme, të kërkueshme për përgatitjen për kunor. Pra, me 10 maj fillojmë takimin e parë. Me 10 maj, po ashtu e kemi festën e nanave, dhe misioni ynë organizon çdo vit. Do të fillon në orën 6 në mbrëmje, jo pra gjatë ditës, por në mbrëmje, ato nana, ato gra që kanë mundësi e dëshirë, pra mundeni me u regjistru dhe me marrë pjesë në festën e nanave. Me 23 maj e kemi një përvojë të veçantë që e bajnë gjitha kishat zvicrane dhe misionet, nata e gjatë e kishës. Do të kemi program kulturor, shpirtnor e artistik, prandaj me 23 maj, prej orës 7 në mbrëmje, deri dikur ka mesnata, pra do të jemi në mision e gjitha ta që mundën me marrë pjesë, jeni të mirë se ardhur. Me 24 maj e kemi shtektimin në Nënsidël, shkojmë kanë, prej Lucernit në Nënsidël. Dikon 12 orë, pra udhtim kanë, gjitha ta që dojnë me marrë pjesë, është një përvojë shumë e bukur, pra nismi në 6 mëngjes prej Lucernit, e në orën 6 në mbrëmje në 7 rrim në Nënsidël, dhe atje kemi pastaj meshën shajte dhe pas meshës darkën e përbashkët. Shtektimi në Lorë me 28 maj, e dini është tradicional, nismit mërkurën me 28 natën e të shëlbumit dhe kthehemi diellën pra pas dritit. Dëshiroj me i falendëru dhe përshëndet dëgjuesit e Radio Maris, që kjo meshë shajte është drejt për drejt u transmetu, dhe sidomos Augustin Ramaj që ka bërë transmetimin edhe mbram edhe sot. Po ashtu i përshëndet dhe i falenderoj shumë persona që na kanë ndihmu, ministranta, trit, lexuesit, ndarësit e kungimit, këshilltar, korin, fëmin, trit, që tash rinia këto vezë të pashve të gjirosna dekorume do dalin në bërë kishës, edhe shiu nal me qëllim e kanë vazhdu pak meshën më gatë, më nal shiu, e kështu se do të kemi mundësi me u nal në bërë kishës edhe me u shërby me këto vezë, pse jo dhe traditën tonë e cikrimit vezëve pra, dhe të u shërby me një godë merë që Gazmen Dedaj, Kol Milici dhe Zep Ramaj janë të përgatit për ne në mënyrë që të ndalemi mundësish në krahën e majtimin e aty kena mundësin me qëndrue pak sa zbashku. Gjithë dhe vërtet gëzuar e për shumat pashkët, bekimi i Krishtit qoftë në ju dhe familje tuaja. Qomin kam dhe marrim bekimin. Para se me marrë bekimin, i ftoj edhe rinin edhe fëmin, me ato shporta që kanë hyrë kish, të dalin para nesh, edhe na presin për jashta pra, do shpërndajnë vezë e pashë. U shukon me vezë, i nërdi shporta të rejë. Dhe një hyanë të bërë. Shika pasja. Ja. Bravo, fëmija, shumë mirë. Të lutemi, mbroje o hy me dashurit të përhershme kishën tënde, të cilën e përtrite me misteret e pashve, që të arrijë dhe në gjalljen e lavdish
me, në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoft me ju. Në këtë kremte të pashve ju bekoft hyjit gjithë pushtetshëm dhe ju ruajt prej çdo mëkati. Me ngjalljen e një të lindurit birit të vet, hyjeri për triumbar njerëzimin, a ju dhurov edhe pa vdekshmëri. Mbas kremtimeve të mundimit të Krishtit, me gëzim po i fillojmë festat e pashve, bëvë Zoti që plot gëzim të arrim në festat e amshuara. Ju bekoft hyjit gjithë pushtetshëm, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. E shau krye të shkojmë të jetojmë në pace. Alleluja, alleluja. Alleluia.